Por nga ana tjetër, krahas kësaj, po të shohim te raporti, nëse do të ndalim tek lufta kundër korrupsionit, sundimi i ligjit, pra janë ende të njëjtat pika që Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës vijon ti përsërit. Çka do të thotë se diku po çalon, ka mbetur diku vendi ynë në vend numër. Për sa i përket përparimin që duhet bërë në këtë aspekt. Ne kemi patur edhe reagimin e Këshillit të Evropës për Ora News për sa i përket pikërisht këtij procesi të negociatave apo ngërçit apo edhe situatës e krijuar me sundimin e ligjit apo luftën kundër korrupsionit. Çka kanë bërë thirrje her pas here që lufta kundër korrupsionit duhet jetë pa kompromis, pa parë se kush është përballë. Kush zyrtari i lartë, kush ministër, kryeministër, zëvendës kryeministër, kush deputet, nga të dyja palët. Pra, lufta kundër korrupsionit duhet jetë pa kompromis. Dhe në këtë aspekt duket që vendi ynë ende nuk ka bërë ato që duhet, kjo referuar edhe pastaj nëse shkojmë më tej tek raporti i Bar, që është raporti që duhet të miratohet nga ana e vendeve anëtare të Këshillit të Evropës, për sa i përket kapitullit 23 dhe 24, që janë dy kapitujt më të rëndësishëm, por për sa i përket sundimit ligjit, demokracisë, korrupsionit, por që deri në këto momente duket që është e vështirë për vendin tonë për t'u miratuar, pavarësisht se vlen theksohet që Shqipëria, ashtu siç tha dhe zoti Rama sot, por dhe zoti Gonzato, ambasadori i Bashkimit Evropian, nuk ka më punë në këtë aspekt. Ndalemi pak këtu, Bekim, nëse më lejonte deklaratat e ditës së sotme, meqense jemi tek diskutimi që lidhet me anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian edhe këtë çështjen e raportit, apo edhe të asaj që u deklarua vetë ditën e sotme, qoftë nga kryeministri Edi Rama, ashtu edhe nga ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë, zoti Gonzato. Çfarë mund të themi për qasjen që pati në deklaratën e tij, duke edhe një herë hedhur poshtë faktin se Shqipëria mund të ketë një problem apo një ngecje të këtyre negociatave e të tjerë. Pati gjithashtu